Departamenti Amerikan i Shtetit një ditë më parë tha për TVN se shpreson që me qeverinë e re të rifillojë dialogu strategjik. Për të ndodhur kjo, u theksua se duhet të bëhen disa veprime konkrete. Analistët në Kosovë vlerësojnë se ndërprerja e dialogut strategjik është vetëm një mospajtim i çastit. Ne po që edhe në strategjinë e mbrojtjes dhe ligjin për buxhetin 2026 Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht në rëndësi veçantë duke përfshirë Kosovën në atë projekt ligj i cili është të rëndësisë veçantë. Andaj besoj që institucionet e vendit do ta bëjnë punën e tyre duke rivënë kontakte dhe duke qenë në nivelin e detyrës me qëllim që të avancohet ky raport. Shkodra deklaron se edhe institucionet e vendit tashmë janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së SBA-s për ngritje të kapaciteteve në aspektin e mbrojtjes. Shihet qartë domethënë edhe programet e vazhdueshme për institucionet e sigurisë së Kosovës që janë duke vazhdu në ngritjen e kapaciteteve të tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë. Ish diplomati Tomar Avdia thekson se qeveria e re duhet të ketë prioritet politikën e jashtme. Shteti jonë duhet të ketë parasysh 3 prioritete. Prioriteti i parë është që të krijojnë fazën e besueshmërisë në këtë projekt, planin e zbatueshmërisë edhe konkretizimin në afate të përcaktuara sipas planit të paraparë. Këto janë 3 hapa që duhet të bëhen sa më shpejt dhe uroj që ministri i jashtëm i ri të ketë prioritet këtë punë. Pezullimi i dialogut strategjik kishte ndodhur për shkak të veprimeve të qeverisë së Kosovës në 4 komunat veriore.